Kandidatët për kryetar të komunës së Sarajit, Blenant Ramadani nga Alianca Kombëtare për Integrim dhe Muhamet Elmazi nga Vlen, të cilët njihen në opinion se po zhvillojnë një fushat tejet pozitive, të njëjtën e kanë dëshmuar edhe në emisionin Debat në Shenja. Duke në shkaluar kritikat, ata para qytetarëve shpalosën programin e tyre, me të cilën kërkojnë besimin e qytetarëve. Kandidati i AKI-s Blenant Ramadani theksoi se në programin e tij parashihen 3 projekte kryesore që nëse zgjidhet kryetari i komunës do të fillojë të realizojë që nga dita e parë. Unë do të kisha veçuar 3 projekte kryesore për të cilat besoj se bashkë edhe me kundër kandidatin, kushdo që të fiton do të fillojë që në ditën e parë. Konkretisht bëhet fjalë për shkollën në Matk, për urën për kombësor në Llog para se të ndërtohet ura e cila do të lidh me komunën e Gjoçës dhe rregullimin e çështjes së ujit të pishëm. Ndërkaq, Muhamet Elmazi nga Vlen zotohet se nga dita e parë, nëse merr nën udhëheqje komunën, do të angazhohet të sigurojë ujë të pishëm për të gjithë banorët e asaj zone, duke vazhduar më pas edhe me rregullimin e transportit publik dhe largimin e deponive të egra. Po si problem kryesor me cilën që në ditën e parë do nisim të merrem është uji i pishëm. Është fatkeqësi realisht për banorin e Sarajit uji i pishëm i cili buron po nga e njëjta komunë, të cilin ujë e shfrytëzojnë gjithë qytetarët e Shkupit dhe banorët e komunës Sarajit ta kenë këtë problem. Pastaj kemi transportin publik dhe thuja deponit e egra. Të dy kandidatët një zëri premtuan angazhim të plot për përmirësimin e infrastrukturës në Saraj, ndërsa theksuan se zhvillimi ekonomik i zonës do të arrihet përmes investimeve konkrete në pjesë të caktuara të komunës, me qëllim uljen e papunësisë dhe krijimin e mundësive të reja për të rinjt.